Vidan Mitrović, serb, banon 40 kilometra pranë Beogradit dhe ka ardhur në fshatin Grut të Shkodrës së bashku me familjarët e tij për një vizitë të pazakontë. Ai do të martohet dhe për këtë ka gjetur një nuse shqiptare. Diana, vajza e familjes Isufi, ka shkuar vetë në Beograd dhe ka parë nga afër dhëndrin dhe familjen e tij. Ata tashmë janë në Shkodër për të marrë pjesë në ceremoninë e fejesës së çiftit të ri. Na kemi mësuar përmirësi. Ti si po që zë pasën e bardh, nuk ju shajmë, kemë bëjë farë të menimit, edhe misia në që është tërhajë. Ne ka vëzë për herë, ka zhonë, nisë më dali gjëvot kuve. Serbe shqiptar bashkë urojnë njëri tjetrin për këtë krushqime së tyre, në një mënyrë që për asnjë nga palët nuk duket e huaj. Fjalët shqip dhe serbish përzihen me trokitet e gotave, ndërsa familjarët e çiftit të ri përloten nga gëzimi. Vajza që do martohet është e lumtur. Mirë, që kanë dy familje dakord, babi dakord, mami s'kam pas në kurse shtim, unë kam isaj si serb, si shqiptar, përkundër dhe mami atje se shqiptar si ka arsat koha. Më pas të dyja familje dalin sepse i çifti duhet të shkëmbejë dhuratat e fejesës. Festa nis në një nga lokalet në breg të liçenit të Shkodrës. Dy familjet kanë vendosur ditën e dasmës dhe pas disa ditësh në Grut dhe në Ushlica vendlindjen e dhëndrit serb do të bëhet dasma. Vi nga rrethinat e Ushlicës, që është 40 kilometra larg Beogradit. Kam ardhur për të kërkuar shansin e jetës time. Kam dëgjuar se vajzat shqiptare janë të ndershme e të rregullta për familje. Në Beograd vajzat po pëlqen të shkojnë drejt perëndimit, ndaj po kërkoj vajza në Shqipëri. Dhëndri serb thotë se nuk ka asnjë paragjykim ndaj shqiptarëve. 22 vite më parë shokët më të ngushtë në ushtri ishin kosovarët. E gjithë kjo histori ka zanafillën në lidhjet që kanë krijuar organizatat e minoritetit serb në Shqipëri, në dyert e së cilës ka gjithmonë serb që interesohen për të martuar, veçanërisht në Shkodër. Gëzim Gjoka ka kthyer në biznes dëshirën e serbëve për të patur nuse shqiptare. Ka bërë rreth 86 martesa për një vit e gjysmë 2 vjet. Kërkesat janë shumë, janë të shumta. Starashka me gjithë grupimet tjera, të përfshirë në Zemun, në qendër të Beogradit, janë rreth 8000. Ai thotë se kërkesa është shumë e madhe për shkak të disa cilësive që kanë vajzat shqiptare. Serbët dhe vajzat shqiptare pëlqejnë familjaritetin, rregullin me fjalë shkurt shtëpiake. Këtë pëlqejnë dhe vajzat shqiptare, kryesisht malësoret shqiptare. Çdo martesë bëhet kundrejt një pagese nga ana e dhëndrit serb, pra një kompanie serbe të ashtu quajtur konsulencë familjare. Puna po ecën shumë mirë në të dy krahët. Deri tani nuk kemi pasur asnjë problem në lidhjet martesore që kemi bërë, të cilat kanë ecur shumë mirë, si çiftet ashtu dhe familjet e tyre janë tepër të kënaqura për miqësinë që kanë krijuar. Vajzat shqiptare janë tepër të sjellshme, kemi gjetur një realitet për t'u admiruar. Deri tani nuk ka asnjë paragjykim mes djemve dhe vajzave në lidhje me etninë dhe fenë. Kemi shumë vajza katolike dhe muslimane që janë martuar me djem ortodoks serb dhe gjithçka ka funksionuar më së miri. Simon Gjuretish, këshilltari i ministrit të diasporës serbe, thotë se këto martesa bëhen për shkak të lidhjeve që serbët kanë me Shqipërinë, lidhje që janë të hershme dhe që do të forcohen. Urrejtja etnike dhe fetare te kalohet deri në atë pikë sa dy kombe me një konflikt shekullor të nisin dhe të bëjnë lidhje familjare, të cilat duket se do të zgjerohen për shumë arsye, të cilat duket se nuk kanë të bëjnë me mentalitetin e përbashkët ballkanik, përballë një kohe ku integrimi në perëndim është i pashmangshëm.